Kryegjykata uron besimtarët musliman dhe të gjithë shqiptarët me rastin e festave të fundvitit. Me këtë rast, Kryegjykata organizoi një sofër bektashiane për gjithë gazetarët në shenjë mirënjohje për punën e realizuar prej tyre gjatë këtij viti. Kryegjyshi botror Haxhi Baba Edmond Brahima u ndal tek fryma e bashkëpunimit dhe mirëkuptimit, ndërsa shprehu bindjen se puna e gazetarëve mbetet e pavlerësuar. Mëtej kryegjyshi përcolli mesazhin e urimit për vitin e ri. Puna juaj është e pavlerësuar siç duhet atë gjithë neve. Ke 20 vjet që punoni, jetoni bashkë me ne, duke nxjerrë në fat të gjitha arritjet dhe meritat tona, po jo vetëm të komunitetet fetare, po të gjithë shqiptarëve. Dhe në këtë rast unë ju uroj të gëzuar vitin e ri, qofshi dritë, Zoti na bekoft gjithëve, na do paqe e mirësi në zemrat tona. Qofshi me jetë. Darka festive organizuar me këtë rast bashkoi në një ambient drejtues të medias së shkruar dhe asaj vizive si dhe stafet e gazetarëve. Me këtë atmosferë festive u shkëmbyen mesazhe bashkëpunimi dhe vlerësimi midis kryegjyshit botror dhe përfaqësuesve të medias.